Në një mbretëri, ku muzika nuk pushonte kurrë, jetonin një mbret e një mbretresh. Nuk ishin të këqij, jo, thjesht e donin marrëzisht shkëlqimin dhe zhurmën. Ballot tek ata zëvendësoheshin nga gostit madhështore, e gostit nga maskaradat e zhurmshme, dhe çdo ditë e re në obor ishte më e zhdritshme se e kaluara. Tokat e tyre ishin të pasura, lumenjt me ujë të bolshëm, kopshtet lulëzonin gjithë vitin. Por e gjithë kjo shërbente vetëm si zbukurim për festën e pafundme. Mbreti porosiste kaftan, të qëndisur me arë të kulluar, e mbretresha, diadema që shkëlqenin më ndritshëm se yjet e mëngjesit. Ata çmonin vetëm atë që kumbonte zhurmshëm dhe shkëlqente verbueshëm. Heshtja u dukej një trishtim i shurdhër, e modestia një mërzi e padurueshme. Ata sundonin mbretërinë e tyre, ashtu siç sundojnë vallëzuesit e shkujdesur sallën e balit, dhe më shumë se gjithçka në botë, friksoheshin jo nga lufta apo uria, por nga heshtja. Dhe ja, në një vit të bekuar, mbretresha i dhuroi bashkëshortit të saj jo një fëmijë, por më herë 3 vajza. Një gëzim i papar për çdo mbretëri. Të mëdhat erdhën në jetë binjake, në të njëjtin minutë, si 2 shkëndija nga një zjarr i vetëm. I cuajtën oranzhinë ruseta. Faqet e tyre flakronin si portokaj të pjekur. Flokët digjeshin si bakri, e zërat që nga dita e parë kumbonin nëpër të gjitha dhomat, duke kërkuar herë qumësht, herë pelena, herë adhurimin e të gjithëve. Mbreti dhe mbretresha si ndaheshin nga shpirti. Njihnin në këto rubina të vegjël veten e tyre. Ndërsa vajza e tretë lindi e qetë, sikur kishte frikë të tremte heshtjen, që në palat thuajse zgjendej. E cuajtën Rozet. Sytë e saj ishin të ngjyrës së qiellit pramëror, e flokët të butë si petalet e një trëndafili qaji. Rallë qante dhe e shihte botën laramane të zhurmshme me një habit të heshtur, të butë. Kalonin muajt dhe gjithë palati rrotullohej rreth 2 yjeve të vegjël. Oranzhina kërkonte shirita më ndafshi, Ruseta kërcyese të arta, dhe gjithë grupi i dadove, kujdestareve dhe zonjave të oborit nga mëngjesi në mbrëmje raskapitej, duke përmbushur edhe tekën më të vogël të tyre. Ndërsa Rozeta e qetë në djepin e saj të largët, u dukej mbretit dhe mbretreshës e shishme si një byrek pa sheqer dhe e mërzitshme si një ditë e vrenjtur mes festës. Më falni, pëshertiu një herë me përtatësi mbretresha, duke rregulluar gjerdanin me perla. Pse të lodhemi me një fëmijë të tretë, kur kemi tashmë 2 yje kaq të shtritshëm? Mbreti tundi kokën në shenjë miratimi, pa u hequr sytë të mëdhave. Dhe vendosën kështu. Vajzës së qetë i shkon edhe një jetë e qetë. Le të rritet në një fshat të largët, mes dadove të thjeshta dhe luleve të arave. Po atë mbrëmje, karroca e largoi Rozetën në gjumë, dhe askush në palat se kujtoi më. Urdhri u zbatua po atë natë, pa zhurmë, pa qirinj, pa porosi. Prinqeshën e vogël, emri i së cilës tingëllonte si një pëshërtim e qetë e një petali lulesh, nuk e vendosën në një shtrojë të praruar dhe as nuk e veshën me një mantel hermineje. E vunë në një shport të thjeshtë të thurur, duke e mbulluar nga sipër me një mbulesë të punuar në vegjë. Shërbëtori besnik, të cilit i ishte urdhëruar të heshte deri në fund të jetës së tij, e mori atë larg nga palati, gjithnjë më larg, përmes pyjeve të errta dhe arave të përgjumura, deri në fshatin më të largët dhe më të varfër të mbretërisë.
Atje ja dorëzuan një fermereje të mirë, por pa fëmijë, dhe i porositën në rept të mos ia zbulonte kur vajzës fshehtësinë e lindjes së saj. Ndërsa në palat po atë natë luanin muzikë dhe për bien e tretë askush se kujtoi më, dhe ndërsa në palatin e largët kumbonin lambadarët e kristalt, Rozeta rritej e qetë në fermën e vogël, e rrethuar nga një dashuri kaq e thjeshtë dhe e ngrohtë, sa se merrte me mend se kishte lindur për një fat tjetër. Dadone sa të mire quante nën, dhe besonte me gjithë zemër se nuk ka në botë banesë më të dashur se shtëpica e tyre në qatin e Kashtës. Përreth shtrieshin arat e arta të lutedielit që i tundnin kokën çdo mëngjes, e pas gardit me thurje dremiste një kopsht i vjetër mollësh, ku degët përkuleshin gjerë mbi parë. Në shtëpi gjithmonë vinte erë buke të porsapjekur, qumësht të sapomjelur dhe trumze të thatë, që vare me tufa ermira në ntratë të nxirr nga tymi. Në dimër ajo flinte mbi shtratin e ngrohtë pranë furrës, duke shtypur faqen pas tullave të ashpra, dhe dëgjonte si binte qetë bora pas dritares, duke mbështjellë tër botën me një mbulës pushi të butë. Ditët e saj rridhnin thjesht dhe me dritë, si një përrua mbi gur të mbushur me myshk. Në vend të fustaneve të rënda prej mëndafshi, ajo vishte një robë të trash, por të pastër prej liri, e në vend të këpucëve prej kristali, thembrat e saj zbathur vraponin mbi barin e ngrohtë të nxehur nga dielli. Që në mëngjes herët, ajo e ndihmonte në nëndado të kuloste një tuftë të vogël. Qengjat e bardhë, si re të gjalla, shpërndaheshin nëpër livadhin e gjelbër, dhe ajo i thëriste me emër, e ata, me besim, i afroheshin pëllëmve të saj të përkëdhelura. Ditën bliste në pyllin e freskët dredhza të pjekura, e pastaj thurte me kamomil e luleshera kurora të harlisura, duke zbukuruar me to si kokën e saj kafej verdh, ashtu edhe qafat e holla të qengjave të saj kaqurel. Mbrëmjeve binte në gjumë jo në tingujt e orkestrës së oborit, por në këngën e matur për gjumëse të kriketve pas dritarzës. E kishte kjo jetë e thjesht edhe një shpirt, dadone mirë, që e donte Rozetën ashtu siç nënat të tjera si duan as fëmijët e vet. Pa fëmijë, gjithë jetën e saj, ajo e priti vajzën si një dhuratë të qetë e të papritur të qejve, dhe çdo ditë falënderonte për të ylin e mbrëmjes. Thesaret e saj ishin vetëm kopshti dhe delet, por gjithçka më e mira nga këto thesare i përkiste vetëm Rozetës. Modla më e kuqe që e fshihte deri në dimër në Kashtën Ermir. Dredhëza më e madhe dhe më e ëmbël nga lëndina e largët e pyllit. Shalli më i butë prej leshit të hollë dhe leje që ishte thurur në mbrëmjete gjata të dimrit në dritën e zbehtë të një copë drize. Dhe kjo dashuri e qetë, e padukshme si vesa e mëngjesit, e ruante zemrën e vajzës më mirë se çdo mur guri. Por kishte Rozeta edhe një mbrojtëse tjetër, të padukshme, të fuqishme, të panjohur për të vetë. Puna është se po atë ditë të pagëzimit, kur për vajzën ende as që mendoi të dërgohej larg, te djepi i saj ju afrua vetë Pyishanta, zana më e urtë dhe më e fuqishme në gjithë mbretërinë. Ajo u përkull mbi fëmijën, preku balin e saj të vockël dhe u shpal nëna e saj e pagëzimit. Dhe kur më pas mësoi zana për vendimin krenar të mbretit dhe mbretreshës, zemrimi i saj shpërtheu si një stuhi vere mbi arat. Donte menjëherë të dënonte ashpër prindrit mos mirënjohës, por e ndryshoi mendjen. Zgjodhi një rrugë tjetër. Vendosi ta ruante me durim vajzën e saj të pagëzimit nga largësia e hizuar dhe të priste atë orë kur vetë fati do t'i lejonte t'i turpronte plotësisht prindrit me zemër bosh.
Kalonin vitet dhe Rosetta rritej si një mol e re në kopsht. Dhe atëhere kuptoi e urta pyjsanta. Vetëm mirësia e natyra e qetë do të ishin pak për një mbretëresh të ardhshme. Dhe vendosi Zana Fshehurazi, pa prishur heshtjen e pylit, t'i jepte vajzës së saj të pagëzimit edukimin më të mirë që njihte bota. Thiri ajo nga vendi i largët magjik në shtetasit e saj besnik, shpirtra të urtë e mjeshtër që zotronin të gjitha shkencat dhe të gjitha artet. Por ata si shfaqeshin rozetës me shkëlqim e me rroba Elberi, por gjoja rastësisht. Herë në trajtën e një udhëtari thinjak që kërkonte një stre për të kaluar natën, herë në trajtën e një muzikanti të lodhur që kishte humbur në përara, herë në trajtën e një plake bimore që ecte në për një shtek pyli. Dhe secili, pasi pushonte në ferm, i linte si dhurat ndonjë aftësi a njohuri. I pari vinte tek ajo një plak i urtë, i endur, sikur nga vetë drita e hënës. Ai hapte para saj libra të rënd, me kapak të punuar me reliev, dhe shkronjat, si flutura të gjalla, fluturonin vetë të gishtrinjtë e saj, e bashkoheshin në fjalë melodike, ndërsa pikturat merrnin jetë dhe i pëshpëlisnin asaj rrëfime të lashta. Pastaj vinte një elf pyli me një fjöl prej kalami në brez. Ai i vinte në duar një lahut të vogël dhe ajo mësonte të prekte të lat aq but sa zogët e pylit me njëherë fluturonin nga degët dhe pasi merrnin guxim, u leshin në supet e saj e këndonin bashk me të me zëra të hol. Dërsa në mbrëmje, vinte një driada e hishme me një fustan të endur prej fletëve të panjës e të mështeknës. Në vështrimin e saj, vajza rrotullohi në përdhom, but e papesh, si një gjethe vjeshte që bie nga pema, pa dashur kursesi të prek tokën. Mësimet rriznin në hështjen e ngroth, mes errave të bukës dhe qumështit të sapomjedhur. Dhe ja kështu, në hështjen e fermës së thjesht, pa lën as oborin e saj të lindjes, as qengjat e saj paqësor, Rosetta, pa u vënë re nga askush, mori edukimin më të zgjedhur dhe më të plot, që do të mund të ëndërronte t'i jepte trashëgimtares së saj çdo mbretëri. Ajo fliste lirshëm 7 gjuhë, dinte historinë e të gjitha tokave, kuptonte hollësitë e etiketës së oborit dhe mund të arsyetonte për artin jo më keq se më të diturit e të urtëve. Por gjithë kjo dije nuk e bëri as pak krenare. Ajo mbeti e njëjta. Një bareshe modeste dhe punëtore që ngrihet para agjimit, që mbi gjithçka në botë do nënën e saj bilsuese, shtëpinë e saj të ulët në gjatinë e kashtës dhe qëngjat e bardhë e besimplot në livadh. Kështu, në një shpirt të zhdritshëm, bashkëtuan paqësisht urtësia e një mbretëreshe dhe gëzimi i pastër i një fshatareje. Po çfarë po ndodhte ndërkohë në palatin ku muzika nuk pushonte? Kaluan plot 15 vjet të gjata, dhe gjatë gjithë këtyre viteve, mbreti dhe mbretëresha se kujtuan asnjëherë vajzën e tyre më të vogël. Emri i saj humbi mes grumbujve të brokadës dhe tingullit të kupave, sikur s'kishte ekzistuar kurrë. E gjithë jeta e tyre vazhdonte të rrotullohej rreth tekave të oranzhinës dhe rusetës, që ishin rritur me bollëk, si trëndafilat e serrës, dhe bashkë me bukurinë kishin fituar përtatësinë, marrëzinë dhe zilinë ndaj vetes. Salat e palatit ishin plot me grindje të kota, intriga të vogla e zhurmë të madhe, dhe askush në gjithë mbretërinë nuk e kujtonte më atë vajzë të qetë që dikur kishte fjetur me një shport të thurur. Dhe ja erdhi koha kur në palat fryu një erë e re. Princesave të mëdha u erdhi koha të zgjidhnin për vete burra, dhe atëherë, sikur me urdhër të vetë fatit,
mbërriti tek ata me një suitë madhështore princi i ri Sharman nga mbretëria fqinj, e fuqishme, i pashëm në pamje, i arsimuar dhe i pasur përtej imagjinatës. Mbreti dhe mbretresha gati u hodhën nga gëzimi. Një partner më i mirë për të dashurat e tyre shmund të dëshirohej. Në ndër të tij, menjëherë shpallën festime trezdiqe, me turnir, fishek zjarr dhe një sasi të tillë gjellësh sa tavolinat nën to përkuleshin. Oranzhina dhe Ruseta, duke ja ndërprer njëra tjetrës, dilnin para mysafirit me veshje të reja 3 herë në ditë, kokoteshin dhe gaxhaseshin, dhe secila shpresonte të ishte ajo që do t'i merrte zemrën dhe kurorën. Por në prag të festimeve, ju afrua mbretit kancelari i vjetër, Thinjak Sibora, dhe i vuri përpara mbi një jastëk kadifeje një libër të trash ligjesh me kapak të grisur. Madhëri, tha ai me zë të ulët. Ligji i lashtë i kësaj mbretërie thotë qartë. Para se mysafiri prej gjakut mbretëror të zgjedh për vete nusen, duhet t'i paraqitet i gjithë pasardhja e sundimtarit, deri tek fëmia i fundit, pa asnjë përjashtim. Dhe atëherë mbreti, duke i dëgjuar këto fjalë të thjeshta, u zbeh si pëllhur, e pastaj u skuq, si gafore e zier. Me një tmerr të ftohtë dhe një turp djegës, ju kujtua ajo që 15 vjet më parë e kishte dërguar në një shport të thurur larg nga obori. Çfarë do të bëhej nëse princi krenar do të shihte pas tij një bareshe zbathur me fustan liri? Lamtumir atëherë gjithë dasma e leverdishme, por ligji ishte ligj, dhe ta anashkalonte atë, zguqonte as vetë mbreti. Dhe me zemër të rënd, të turpëruar, mbreti urdhëroi të dërgojë në fermën e largët një lajmtar mbretëror. Menjëherë në oborin e palatit u dëgjuan thundrat. I riu lajmtar në uniformë të qëndisur me arë, me mamuzet i ngëlluese dhe pend në kapel, u hodh mbi një kal të racës së zezë, dhe nxitoi në për rrugët fshatare të pluhurosura, duke ngritur pas vetes repluhurit të bardhë. Sa kalëroi gjatë, sa shkurt, por vetëm në mbrëmje, arriti te shtëpiza e thjesht e Rozetës nën çatinë e kashtës. Pas britur nga kali, ai trokiti 3 herë me forcë me bishtin e kamzhikut në portën e ulët dhe nga lartësia e shalës me zë solemn shpalli. Me vullnetin e mbretit, vajza Rozet është e detyruar sot vetë, pa vonesë, të paraqitet në palat për festimet trezdiqe. Dadoja përplasi duart, e qengjat të friksuar u afruan tek fundi i fustanit të saj. Kur largësia mbyli zhurmën e thundrave, Dadoja u ul mbi stol dhe qau hidhur, duke shtypur fort Rozetën pas gjoksit të saj. Frikë i vinte të lëshonte vajzën e saj birsuese në palat, në një botë të panjohur, të zhurmshme, të praruar, që i dukej më e egër se çdo ujktimri. Dhe Rozeta qante bashkë me ta. S'donte të linte as shtëpinë e saj të lindjes, as qengjat e bardhë, as nënën e mirë. Por qaja mos qaj, urdhrin e mbretit s'mund ta shkelësh. Dhe nisi Dadoja, duke fshirë lotët me cepin e përparses, t'i mblidhte vajzës së saj për rrugë një boqe modeste. Me kujdes lëmonte e palonte fustanin e saj të vetëm festiv prej perkalit të hol të bardhë. Pastronte me një copë të butë leshi këpucët e saj të vetme, të ashpra prej lëkure të zezë. Dhe tek lart, për fat të mbar, vuri një kuror prej kamomilësh fushe të thatë, që Rozeta i kishte thurur verën e shkuar të ngrothë. Tashmë qëndronte Rozeta në pragun e dhomës së saj me boqen modeste në duar,
Tashmë ishte ndarë nga qengjat e saj të bardhë dhe e kishte përqafuar fort herën e fundit dadon e mirë. Dhe atëherë, befas ndodhi një mrekulli e madhe. Koshete e rrëta të shtëpisë u drodhën dhe u mbushën me një dritë të butë, të ngrohtë, të ëmbël, sikur dikush kishte ndezur në këtë banesë modeste me njëherë 100 diej. Në dritarecën e hapur krejt, mes një haloje të artë të shëndëriqme, u shfaq vetë Zana Pyryshanta, e gjatë, e bukur, me një fustan prej agjimit të roz të mëngjesit, me një kuror prej yjesh të mbrëmjes mbi bal. Ajo me një bushqeshje të përkëvelur, shikoi vajzën e saj të pagzimit që po qante. Mos qaj, fëmia im, tha ajo, dhe zëri i saj t'i ngëlloi si muzikë qetë. Koha e lotëve dhe e haresës ka kaluar, ka ardhur koha e triumfit tënd të vërtet. Motrat e tua donin të turpronin, por do të shohin shkëlqimin tënd të madh. Zana ka përceu pragun dhe me ngadal hyri në dhomë, dhe nga çdo hap i saj në dysheme shpërndaheshin shkëndija të arta. Ajo hodhi vështrimin mbi fustanin modest të bardhë prej perkalit që ishte vënë i përgatitur mbi stol, dhe qeshi qetësisht me një të qeshur të argjend. E jo, fëmia im, me kësi roba shtis do të shkosh në palat, tha ajo, dhe nxori nga palate fustanit një shish të vockël prej kristali. Pikoi vetëm një pikë të lëngut magjik mbi pëllhurën e pastër të hekurosur, dhe me njëherë, përpara syve të rozetës së habitur dhe të dadosë së mpir, fustani i thjesht u shndërrua në lecka të mjera, të pista, me arna, sikur i kishte zvaritur 100 vjet në për rrugë një lypse. Ti do të paraqitesh në obor ashtu si që ka hije një prinqeshe të vërtet, buzëqeshi Pyryshanta, dhe jo ashtu si që presin motrat e tua zemërzi. Rozeta, duke parë leckat, e turbullua shtrëngoi duart e holla pas faqeve. Po atëherë me çfarë kumbara ime do të shkoj? Zana vetëm tundi me dashuri kokën dhe lehti kaloi dorën në për flokët e saj kafej verdh. Mos u shqetëso, fëmia im. Për secilën nga 3 ditët e festimeve madhështore, do të kesh veshjen tënde të veçantë, që se ka parë asnjë obor mbretëror nga vetë krijimi i botës. Fustani i ditës së parë do të jetë i endur prej vetë dritës së hënës dhe mjegullave të lëkundshme të natës. Fustani i ditës së dytë do të shkëlqejë e do të vezulloj ashtu si që shkëlqen dielli i mesditës mbi arën e pjekur. Ndërsa fustani i ditës së tretë, të fundit, do të shkëlqejë më shumë se të gjithë yjet në qielin e zi prej kadifeje të natës, marrë së bashku. Prit vetëm mëngjesin, dhe çdo mëngjes në dhomën tënde do të shfaqet një kuti magjike e gdhendur. Dhe ja, kur erdhi koha, e nxori Zana vajzën e saj të pagzimit nga shtëpia në oborin e gjerë. Ajo e tundi shkopin magjik dhe një kungull i madh i verdh që ishte për tokë prangardit me thurje, përpara syve filloi të rrotullohej. U rrit dhe u shtërua në një karrocë prej ari të pastër të derdhur. 6.000 ngri që po kalonin pikrisht aty pranë, përkulën shpinat dhe menjëherë u bën 6 kuaj të bardhë madhështor me krifa të arta. Nga hardhucat e shkathta u shfaqën këmbësor të zbukuruar me livre të qëndisura, e nga 2 bretkoza barkmadha një karrocier i përmbajtur dhe ndihmësi i tij. Tani, shko, tha Zana, por mbaj mend, deri në ditën e tretë ti duhet të mbetesh një huaj e mistershme dhe askujt, asnjë shpirti të gjallë mos i zbulo emrin tënd. Rozeta u përkul, hipi në karrocë
dhe kuajt nxituan me vrap. Kur karoca e arca hyri në obor, ngado u ngrit zhurmë, sikur në qiell të kishte ndezur një yll i ri. Roja u hap, këmbësorët u sulën të jepnin dorën, e misafirët u grumbulluan tek dritaret, duke u shtypur dhe duke pëshpritur. Kush është ajo? Kush është kjo e huaj e bukur? Rozeta ka përceu pragun e salës së balit dhe e gjithë sala ngriu. Fustani i saj ishte i endur prej vetë dritës së pastër të hënës, mbi të cilën ishin shpërndar mijëra yje të argjend, dhe këto yje kumbonin qet me çdo hap të saj, si zile të vogla prej kristali. Mbreti, mbretresha dhe vetë princi Sharman s'mund t'i hiqnin syt prej saj. Vetëm Orangjina dhe Ruseta, të kafshuara nga Zilia, me njëherë ndjen rivalen dhe vendosën ta turpronin. Le të na këndojë e bukura me që qënka kaq e zhdritshme, thirrën me zë të lartë, duke shpresuar të dëgjonin fals. Por Rozeta nisi të këndonte, dhe zëri i saj rodhi si një përrua i pastër, sikur një bilbil shpëndau trilet e majit. E gjithë sala mbeti pa fjalë nga kënaqësia, ndërsa princi Sharman si hiqte sytë e dashuruar prej saj. Në ditën e dytë, sapo dieli arriti në kupë të qelit, karoca e artë sërish u afrua tek palati, dhe sërish të gjithë lëshuan një ah. Rozeta u shfaq në një fustan prej brokade të pastër ari që shkëlqente aq shumë sa sytë lëndoheshin duke parë, sikur kishte zbritur nga qejt vetë dieli i mesditës. Ndërsa në flokët e saj kafej verdh, në vend të diamanteve, qëndronte një kuror prej luledielesh të gjallë që shkëlqenin. Motrat ziliqare, të nxira edhe më shumë nga zemërimi, sa juan një hile të re. Le të na vallëzojë e bukura, të shohim se si është në vallëzim. Shpresonin që fshatarja të pengohej në parketin e rrëshqiqëm, por Rozeta vetëm përkuli pak kokën dhe nisi të rrëshqiste në përsal. Valja e saj ishte aq e lehtë e ajrore sa dukej sikur ajo s'po prekte fare dyshemen, por po fluturonte mbi të si një flutur laraman maj. I gjithë obori mbajti frymën, ndërsa princi Sharman, që si ishte hequr asaj asnjë hap, e mori për dore dhe nisën të rrotulloheshin të dy pa parë askënd përreth. Kur ra zhurma e gostisë së dytë, 4 veta në palat s'mund t'i mbyllnin syt. Mbreti rrinte në tavolinë, i skuqur nga zemrimi. Mbretresha thynte gjerdanin me perla në qafë, ndërsa Orangjina dhe Ruseta kafshonin shamit dhe fërshlenin përmes tëmbëve, si gjarprinj të zemruar. Dhe atëherë, prej tipareve të vështira të dalueshme, prej bushqeshjes së qetë, prej zërit që u kujtoi vajin e harruar të foshnjërisë, ata me një ftohtësi në gjoks e morën me mend. E bukura e mistershme ishte ajo, pikërisht ajo bia e tretë, Baresha e dëbuar. Pan edhe sytë e dashuruar të princit, e dëgjuan tashmë pëshprimat e obortarve për një dazm të afërt. Dhe atëherë u mbyllën të katërt në dhomat e largta, me një qiri të vetëm të zi, dhe tashmë jo poshtrim mendonin, vdekje. Para se dita e tretë t'ia hapte të gjithëve emrin e saj, le t'i hapej më mirë asaj vari më i zi. Por sa po gdhiu dita e re, e treta, të gjitha planet e tyre të zeza nisën të shemben një nga një, si muret e një kështjelle mbi rër. Dërgoi mbretresha tek Rozeta një shërbëtore me një tabaka me karamele të helmuara, por pikërisht në derë, karamelet në duart e saj fërshëlyen dhe u shndërruan në qymyre të skuqur, dhe shërbëtorja me një ulurim lëshoi tabakan në dysheme. I vun motrat në shtratin e saj një tuf parishtes të gjumit helmuese, por lulet me njëherë u përkullën, u nxin dhe u shkërmoqën në mbeturina të thata të padëmshme. Urdhëroi mbreti një nga rojët e tij ta shtynte rastësisht nga shkalla e lartë prej mermeri,
por këmbët e roje sushqitem nga dyshemeja, si kur ishin ngullur. E padukshme, Puisanta qëndronte pranë vajzës së saj të pagëzimit dhe largonte çdo bela. Ndërsa princi Sharman, i udhëhequr nga zemra e dashuruar, si hiqej rozetës asnjë hap, si një mburoj e gjallë e besueshme. Dhe ja erdhi mbrëmja e ditës së tretë, të fundit, të festimeve. Rozeta, që s'dinte asgjë për komplotet e armiqve të saj, zbriti në sallën e ballit, dhe i gjithë palati sikur u verbua nga drita që valoi përballë, sepse e veshur ishte tani me një fustan të endur prej diamantesh të pastër të paprerë. Mjera faqe të vogla digjeshin dhe vezulonin me të gjitha ngjyrat e agjimit, sikur e kishte mbështjell vesa e mëngjesit, në secilën pikël të së cilës dridhej dieli veti vogël i ngjehtë. Me çdo hap të saj dëgjohej një tingëllim i lehtë kristali, sikur dikush prekte me kujdes zile të padukshme prej akulli. Përpara këtij shkëlqimi verbues të pastërtisë, çdo zili dhe çdo liksi menjëherë u shua, ashtu si shkrihet nga dieli i mëngjesit deri i natës. Ndërsa princi Sharman, sapo pa të huajën e tij të bukur, e kuptoi me një vendosmëri të palkundur të zemrës, më s'mund të priste asnjë çast të vetëm. Pa pritur as fundin e muzikës, as kupën e fundit të verës, princi Sharman shkeli përmes gjithë salës që shkëlqente dhe u përkull mbi një gjuhë para fronit të lartë të mbretit. E pastaj, duke u ngritur në gjithë lartësinë e tij, ai shqiptoi me zë të lartë e të vendosur, që ta dëgjonte çdo kush në këtë salë madhështore. Madhëria ime dhe zotërinj të nderuar, unë i përkulem para bukurisë dhe talenteve të princesave oranzhine ruseta, por zemra ime i përket vetëm njërës, kësaj së huaje të bukur me fustanin e diamantit. Sot, para të gjithë të mbledhurve, hapur heq dorë nga fesa me të dyja princesat e mëdha, dhe ju kërkoj dorën e mesafire son të mistershme, kushdo qoftë ajo. Mbreti u zbe, mbretresha u lëkund, motrat u kapën me thonjë pas mbështetëseve të koltukve, ndërsa salla u shtoi nga pëshpëritjet e habitura. Dhe sapo mbreti kishte ngritur dorën e tij të shëndosh për të dëbuar princin e guximshëm dhe të huajen e mistershme, kur befas nga qeli kthjellët, pas një re, u dëgjua një bubullim aq që tmerrshme, sa u drodhën varset prej kristalit të gjithë lambadarëve të salës së madhe. Ajri u dëmcua menjëherë, u mbush me një shkëlqim të artë, dhe në mes të salës së fronit, prej një rrotullimit të shkëndijave të arta që goditnin lart, u shfaq ajo. Vet Puisanta, zana e fuqishme kumbare, në gjithë madhështinë e saj verbuese. Mbi balin e saj shkëlqente një kuror prej dritës së pastër të mëngjesit. Në duart e saj vezullonte një skeptër i argjend. Ajo e ktheu vështrimin e saj mbi mbretin dhe mbretreshën, një vështrim aq i ashpër dhe i ftohtë si akulli, sa të dyve menjëherë u dridhën gjunjët, dhe ata pa fuqi u ulën në fronet e tyre. E gjithë sala ngriu në një heshtje plotë nderim, duke kuptuar, ka ardhur ora e drejtësisë më të lartë. Ndaluni, sundimtar të padenj, gjëmoi zëri i zanës, dhe jehona e tij e tmerrshme u përhap nën kupat e larta të salës, si goditja e një kambane të rëndë. Ajo ju afrua rozetës dhe me dashuri, por me autoritet, vuri dorën mbi supin e saj. Kjo e bukura e mistershme, që ju u përpoqët ta poshtronit dhe ta vrisnit fshehurazi. Është bia juaj e vet, e gjakut tuaj, princesha Roseta. Pikërisht ajo bia e tretë, që ju 15 vjet më parë e hodhët nga zemrat tuaja
si një petal I panevojshëm bari. Dhe rrëfeu Zana para oborit të tronditur gjithë të vërtetën e hidhur, edhe për dëbimin e ftohtë të një foshnjeje të pafajshme, edhe për jetën e qetë e të thjeshtë në fermën e largët të varfër, edhe për ngrojtjen e saj të fshehtë ndaj vajzës së pagëzimit. Mbreti, mbretresha dhe të dy motrat e mëdha qëndronin, sikur të goditura nga rufeja, pa fuqi të nxirrnin asnjë fjalë në mbrojtje të tyre, ndërsa salla gumzinte si një koshere e shqetësuar. Nuk I la Zana asnjë çast pushimi. Ajo u kthye me ashpërsi nga dy motrat e mëdha që rinin pranë njëra tjetrës, si dy pula të friksuara. Ju, tha pyeshanta, dhe zëri I saj kumboi me ftohtësinë e çelikut. Gjithë jetën tuaj keni ndëruar burra fisnike të pasur, duke përbuzur çdo punë të thjeshtë. Po shpirtrat tuaj janë të zinj të ashpër, si dheu nën thonjtë të një staljari të vjetër. Kështu pra do t'ju takojnë edhe burrat tuaj, pikërisht sipas shpirtit. Tundi Zana skeptrin e saj të argjend dhe veshjet madhështore të balit të oranzhinës dhe rusetës, përpara syve të gjithë oborit të habitur, u zhndërua në këmisha të ashpra prej liri, ndërsa diademat e çmuara në shami të thjeshta liri. Dhe ajo I urdhëroi të dy motrave të niseshin menjëherë drejt fshatrave më të largëta të mbretërisë dhe pikërisht në atë çast të martoheshin me dy staljarët mbretëror më të ashpër, por të ndershëm. Dhe ja erdhi radha e mbretit dhe e mbretreshës. Zana ktheu mbita vështrimin e saj të tmerrshëm dhe që të dy aq shumë u tkurën në fronet e tyre, sikur dy doreza të vyshkura. Ndërsa ju, foli pyesanta, dhe përbuzja kumbonte në çdo fjalë të saj. Keni çmuar vetëm shkëlqimin e jashtëm, pushtetin e zhurmshëm dhe rëndësën e barrës, që ju sjellin pranë fronit në shtetasit tuaj të bindur. Ndërsa rëndësën e detyrës prindërore, as që e kishit ndërmend ta mendonit. Pra qofshi vetë barë deri në fund të ditëve tuaja. Dhe sërish ajo tundi skeptrin e saj të argjend. Përpara syve të gjithë oborit të mpir, mbreti dhe mbretresha filluan të tkurreshin. Supet u kërrusen, mantelet u shtëruan në një lëkurë të ashpër gri, ndërsa në shpinat e tyre u rritën dy shala të rënda. Dhe ata u shtëruan në dy gomar bare të kërrusur, të cilve që tani, e tutje deri në vdekje, u ishte caktuar të mbartnin mbi vete thasët e të tjerve. Pasi e zbatoi gjyqin e saj të drejtë, Zana pyesanta u kthye me ngadalë nga Rozeta dhe princi Sharman, dhe fytyra e saj u zbut nga një buzëqeshje e dashur. Ju këtu s'keni më çfarë të bëni, fëmijët e mi, tha ajo. Kjo mbretëri është helmuar nga gënjeshtra dhe mendjemadhësia. Lumturia e vërtet ju pret krejt në vise të tjera. Dhe duke I marrë të dy për duarsh, ajo I nxori përmes dyrëve të hapura krejt në një balkon të gjerë prej mermeri. E atje, në ajrin e parfumuar të natës, tashmë lëkunde I meritëm karroca e saj magjike e tërhequr jo nga kuajt toksor, por nga një pal grifon të fuqishëm, të bardhë si bora, me sy të artë. Grifonët u përkullën, të dashuruarit hipën në karrocë. Grifonët tundën krahët e tyre të gjerë dhe karroca u ngrit but në qiellin e yjor, duke I larguar prej mbretërisë, ku mos kishin mbetur asnjë sundimtar. Sa fluturoi gjatë karroca në qiellin e yjor, sa shkurt, por vetëm para mëngjesit, ajo zbriti but në oborin e brendshëm të një kështjele madhështore të mbështjellë me trëndafila. Ajo ishte mbretëria e lindjes së princit Sharman. Roja
Sapo pa zotërinë e tij, menjëherë lëshoi një britëm gëzimi. Prej kohësh kishin mall për të, prej kohësh nuk shpresonin më ta shihnin të gjallë e të padëmtuar. Filluan të kumbonin kambanat, u ndezën dritaret, populli i ngazelyer derdhi nga të gjitha portat. Princi e nxori rozetën për dore, u përkull para babait dhe nënës së tij dhe i rrëfeu oborrit gjithë historinë e tyre të mahniqme, si vetë për alla. Edhe populli, edhe mbreti Thinjak, edhe obortarët e pranuan me kënaqësi mbretreshën e tyre të ardhshme, dhe në çdo sy u ndez një flakë ngrohtë e dashur. Por para se të ulej të merrej me përgatitjet e dasmës, para se të provonte veshjet dhe të priste urimet, Rozeta i ngriti sytë e saj të kthjellët dhe i kërkoi kumbarës mëshirën e fundit. Kumbara ime, mos e lër edhe nënën time. Pa të, çdo gëzimi imi është i zbrazët. Buzëqeshi pyet Santa. Tumdi qetë skeptrin e argjend, dhe në po atë qast, në mes të salës së fronit, e mbështetur në një bastun, me një përparse të thjesht liri dhe një shami të bardhë, u shfaq Dadoja e habitur. Rozeta lëshoi një britëm gëzimi dhe u sul drejt saj, dhe e përqafoi fort, ashtu si dikur e përqafonte në shtëpi pranë furrës së ngrohtë. Dhe atëhere, para gjithë oborit, ajo shpali se që tani e tutje, nëna e saj birësuese do të jetonte në palat dhe do të bëhej zonja kryesore e të gjitha fermave dhe pemishteve mbretërore. Dhe ja erdhi dita e shumë pritur, dita që e prisnin tashmë jo vetëm një zemër. Në katedrale në tingullin e kambanave, prinqesha Rozeta u bë bashkëshortja e princit Sharman. Nusja ishte në një fustan të bardhë, si bora e parë, me një velo më të hollë se mjegulla e mëngjesit, dhe secili që e shihte, buzëqeshte qetë. Pas kurorëzimit në gjithë kështjelen, u dha një gosti dasme, dhe nuk ishte në këtë gosti, as zili, as mendje madhësi, as qëllim të likë. Vetëm një gëzim i sinqert, i ndritshëm. Në kraun e djathtë të rinjve, rrinte e madhja Zan Pyysanta, në një fustan prej agjimit të mbrëmjes, ndërsa në të majth, Dadoja e mirë, me një shal të ri prej mëndafshi. Kështu, rreth një tavolinë të gjatë, u takuan paqësisht dy botë. Bota e magjisë së lartë dhe bota e punës së thjeshtë, të ndershme njerëzore. Dhe u bë Rozeta një mbretreshe mençur dhe e mirë, siç s'mbanin mend në ato vise që nga kohët e lashta të largëta. Sapo u ngjit në fron, ajo nuk harroi asnjë ditë nga e shkuara e saj, dhe nga mësuesit e mençur magjik, soli në fronin e saj të lartë mendjen e kthjellët, ndërsa nga Dadoja e mirë, zemrën e ngrohtë të ndjeshme. Mbeti ajo si më parë e butë, e drejtë dhe e vëmendshme ndaj nevojave të popullit të thjeshtë, duke kujtuar gjithmonë se vetë dikur kishte vrapuar zbathur mbi barin e gjelbër të nxehur nga dielli. Në tokat e saj nuk e njohën më kurrë as urinë e rëndë, as ligjet e padrejta, as fyerjen e të dobëtit prej të fortëve. Të varfërve, ajo gjithmonë i ndihmoi me dorën e saj bujare, dhe shpesh, duke vënë mbi supe mbi mantelin e hermineve, shallin e thjeshtë të Dados, dilte në mes të popullit të dëgjonte shqetësimet e tij. Kështu nisën të sundonin në Rozeta me Sharmanin së bashku gjatë me lumturi, dhe me mundimet e tyre, mbretëria lulëzoi, si një kopsht pranveror në erën e ngrohtë. Dadoja e mirë e jetoi shekullin e saj në dashuri dhe nderim, dhe deri në ditën e fundit, ajo buzëqeshte, duke parë vajzën e saj birësuese dhe fëmijët e saj me sy të kthjellët. Ndërsa Zana e mencur Pyishanta mbeti rojtarja e padukshme e kësaj familjeje,
dhe nuk ishte në mbretëri Bela që ajo qetë mos ta largonte. E kjo histori e maniqme u bë legjendë, që u përcoll gojë më gojë. Për atë, se fisnikëria e vërtet nuk është një titull i dhuruar prej lindjes, por mirësia e zemrës, e ushqyer në dashuri. Dhe për atë, se edhe fëmia më i haruar mund të bëhet i madh nëse e udhëheq një dashuri e vërtet, vetë mohuese.